E ndroni kandidatin. Shumë thjesht. Se margjina e ndrimit... E pse se ndroni? Sepse... Hajde logjikisht. Sepse ndrimi i kandidatit tek ne... A ju bon humbë si juve? Nuk garanton, përveç që e prish një normë kushtetuese për një kiks politik të atë përgjithshëm, nuk garanton as qeveri, as institucion. Cila normë prishet? E vetmja mënyrë, po kërkojnë marrëveshje politike këta. A janë duke kërkuar dhe sot e thanë para kuvendit, pa marrëveshje politike nuk bëhet. A e qumni ofertën serioze konkrete për LDK-n e cila u refuzu? A e kuptoni, kështu që topi nëse nesër më gjithë LDK vjen me një pozicion tjetër... Unë menoj që ti menon me sinceritet, dhe ti ka o për jashtë, do të thot, me ndimu vani tonë që këtësisht e drejt dhe arsyeshme. Unë e ty të kuptoj, po ti nuk i din këtë qelet nuk i din këtë qelet që i bojnë politikanë Kosovë kundërshtare politik. Shikoni, janë publike këto. Nëse LDK nesër del Lumer Abdigjiku me pozicion tjetër politik, dhe thot, okej, po vim, po i diskutoj mundësit e një bashkëqeverisje, pas nesër mund bëhen gjërat. Dhe thot, këta kanë dorë a mu bë kuvendja edhe qeveria apo jo. Zoti Kokë, me shpejtësi të madhe. Dhe këta kanë mundësi që ta prishin strategjinë e Bikutit ose LDK-ja, ose PDK-ja, edhe e voton komisionin për votim të fshet, dhe e voton Albulena Haxhiun. Mas nesër Zoti Kurti, përkatësisht vetëvendosja ka edhe një mekanizëm me neglizhu. E ka zgjedhjen e nënkryetare. Mund mos m'ja votu partive nënkryetare, po sidomos mund mos m'ja votu listës sërbë që i takon me kushtetutin. Ja, po e kemi mundësinë e pyesim Kraki, a doja votonit listën sërbska? Ne kemi thënë se nënkryetaret me kryetarët mund t'i votojnë si pako. A edhe me listën sërbe? Lista sërbe nuk është përmend aty në pako. Po ata është kategori kushtetuese. Ata mirë do kishte qenë mos të ishin aty si listë serbe me këtë qasje politike anti-Kosovë dhe anti-shtet, por Zoti Kokë, pse anti-Kosovë, ata kanë bërë petimin, ti licencojnë në KQZ. Zoti Kokë, pse anti-Kosovë, kur ata me ligjin zgjedhëror të Republikës Kosovës, me haltën e Kosovës dhe KQZ. Do më honë kanë dorë zgjedhje dhe kanë bërë betim kuvendin e Kosovës. Pse tash anti-Kosovë? Jo, ata vinë prej një grupimi që është shpallë terrorist dhe prej materia lëndatare e tyre është organizimi anti-Kosovë dhe sulme konkrete terroriste. Kush është shpallë terroriste një organizat? Në sistemin e Kosovës? Mund të shpallë dhe qeveria. Gjykata e ka. Po problemi është që qeveria e ka shpallë brigadën e veriut, erojat e urës. Qa është krejtësisht në regull. Po nuk mundet mu shpallë një parti politike, jo, po thëmë, materia lëndatore se parti politike është e njëjta me lëndën e parë që i ka dhënë. Okej, shkojmë pyetje tjetër. Matoshi, Kraki dhe një pjesë e madhe eksponentëve të televizëve të ndosit, deputetëve dhe përfaqësuesve të tjerë, sigur i kanë drejtuar shigjetat ka Abdigjiku dhe Lidha Demokratike e Kosovës dhe e fajsojnë. A ka këtu të vërtet që pozicioni i tij është i pakuptueshëm. Unë e kum thonë për fillimit mendimi jam dihet publikisht, nuk i vyn devizet vetëvendose për kasi Zoti Kurti LDK-ja. Sepse LDK-n e kanë pas, e kanë qit jashtë, e kanë poshnu, dhe blofi kanë dalë vetë me SMS gërnelët. Ja kanë përjashtu ministrin e tyne, që i ka qenë një prej themeluzve të LDK. Për një flesh me Kall Jargani krejtë. Jo. Për një minister, jo. Edhe ju ja boni qashtu. Që spendoni ju për Albulin. Nëse që ka qash lirë, njerëzit e parti. Matoshi, vetëm një gjë, prit ndalemi këtu se nuk mund të thuhet tani krahasimi një ministër, të thuhet për të flesh figur si. Po shikuesit, po. Ja, absolutisht, ja. Kam respekt për zotin Velin se ja di dhe historikun LDK dhe shumë vitet angazhim. Është i asaj LDK-s që ka qenë se nuk lejojnë në studio kështu, absolutisht edhe... Unë jam shumë i saktë. LDK është po ajo, përse du generata e leadershipi, njerëzit edhe na jemi njerëzit LDK-ja ka dërguar nëpërmjet Abdigjikut, ka dhënë komente politike në raport me... Veç unë e di që shumica deputetët e LDK-s janë për me bë koalicioni. Kush? Shumica deputetët e LDK-s sot janë që të bë. I ke pyetur? Kam diskutuar me shumë. Edhe ata janë për? Privatisht janë për. E kush për e nalë? Kush se këtu... Zote Abdigjiku i cili nuk e imaginon vete si minister, ndoshta, dhe nuk i donë që të tjerë në LDK të fuqizohen. Shikoni, nuk do që të tjerë në LDK të fuqizohen, duke qenë kënë në hije. Okej, Abdigjiku ka dhënë deklarat, madje ka folur për Kurtin, e ka quajtur me një farforme jo inteligjent.
Thot të flet gjëra pa fije, inteligjencë, nuk është për herë të parë